Fshehrin urbanin e Tiranës u konfrontua me shoferin dhe dëmtoi autobusin prangose 33 vjeçari. Një 33 vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës pasi dyshohet se pas një konflikti verbal me drejtuesin e një autobusi ka dëmtuar automjetin duke i thyer xhamat me grushta. Ngjarja ka ndodhur gjatë pasdites në rrugën Muhamet Gjollesha. Sipas policisë, 33 vjeçari me inicialet ÇK është konfliktuar verbalisht me drejtuesin e automjetit për motive të dobta. Pas debatit, ai dyshohet se e ka fyer dhe ka bërtitur ndaj shoferit përpara se ta godiste me grushta autobusin. 33 vjeçari dyshohet se ka thyer xhamin e përparm të autobusit dhe xhamin e derës. Menjëherë pas marrjes njoftimit, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë nr. 2 kryen veprimet hetimore dhe procedurale duke bërë të mundur arrestimin e tij në flagrant. ÇK akuzohet për veprat penale, shkatrimi pronës dhe prishja e qetësisë publike. Materialet procedurale e janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.